e nderuara familje e Dr. Bujar Piboshit, ex-Kryeministër i Republikës Kosovës, posaçërisht e nderuara bashkëshorte doktoresha Zona dhe vajzat Oda, Soka, Ita, nderuar miq e dasamir, kolegë e bashkëpunëtor za Dr. Bujarit, të nderuar pranishëm, jemi mbledhur këtu sot bashkë me të japim ndam të mirën e punët Dr. Bujar Bokoshit, që urgut posquan por për të gjitha kryeministrit të parë dhe të fundit të Republikës së parë Kosovës që funksionante si Republikë për rezisteks. Dr. Bujarin e karakterizonte udhimi i pajeput dhe atë dashuria e pafit. Si kombinim të këtyre krizëtiteve të tij, ai pranoi detyrën me 12 tetor të vitit 1991 nga presidenti historik Ibrahim Rugova që të jetë kryeministër i Kosovës. Për një dekadë e urpoqi qeverinë e Republikës me Cvin, me që rast bunoi e kontriboi aq shumë për ndërkombëtarizimin e çështës Kosovës e posaçërisht për të vërtetën e Serbisë në Kosovë si një shtet pushtues agresor, por edhe shovenist antishqiptar. Skelja e të drejtave të njerëzit, të drejtave civitare dhe të drejtave kombëtare shqiptarëve dhe Tovës filloi që të jehoj në mediat evropiane dhe në kancelarit botërore, duke ju falendëruar në veçantit ish kryeministrit Bujar Bokoshi dhe bashkëpunëtorët e tij të qeverisë netse. Por Dr. Bujari ishte aktiv edhe në Kosovë, në vend se nuk ndodhej në Kosovë. Arsimin shqip, i cili ishte në balë të rezistencës, asistenca sociale, shëndetësia, mirëmbajtje nëpërmjet këshillave dhe nën këshillave të financimit që vepronin për ditë anën banë Kosovës në çdo komunë.